Stimați të nderuar teleshikues, jeni me emisionin Klan Debat në televizionin Klan Maqedoni. E lindur në Prizren, kurse arsimuar në Kroaci, vite me radhë është zëri i shqiptarëve në Parlamentin kroat. Kroacia si vend mik i shqiptarëve, por edhe antare e Bashkimit Evropian, mund të ofrojë potencialet e saj për ta ndihmuar vendin tonë drejt rrugtimit evropian. Sikurse edhe shumë vende të tjera, edhe Kroacia në këtë moment përballet me ato që quhet krizë ekonomike dhe energjetike. Kurse nga foltoria e parlamentit, deputetët janë ata të cilët mund të ndihmojnë qytetarët, mirë po edhe bizneset, për ta kaluar më lehtë të krizë. Padyshim, njëkohësisht edhe bizneset shqiptare, atje që tashmë me dekada të tjera është dukuri e dallueshme e Bregdetit kroat dhe jo vetëm, por për këto edhe shumë çështje të tjera do të flasim në këtë emision të Klan Debatit me deputetën shqiptare në Parlamentin e Kroacisë, Ermina Përlaskaj Lekaj. Zonja Lekaj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta. Zonja Lekaj, jeni shqiptarja e vetme e cila në fakt jeni shqiptarja e vetme deputete në Parlamentin kroat. Sa keni arritur për këto vite ku jeni edhe zëri i shqiptarëve në Kroaci që t'i mbroni të drejtat e tyre? Po, prej vitit 2015 jam në Parlamentin kroat, pra kjo është mandati i dytë i plot, dhe përveç që i përfaqësoj shqiptarët, i përfaqësoj edhe 4 pakica tjera, dhe si përfaqësuese shqiptarëve është e natyrshme që më shumë mirëm me problematikën e komunitetit shqiptar që jeton dhe vepron në Kroaci. Ajo që është me rëndësi është që komuniteti në Kroaci nëpërmjet shoqatave të ndryshme dhe këshilleve, ku njëherët edhe ruhet tradita, kultura dhe identiteti shqiptar, i gjithë shqiptarëve që jetojnë në Kroaci. Zonja Lekaj, sa keni arritur gjatë mandatit tuaj që t'i mbroni të drejtat e shqiptarëve të cilët jetojnë atje? Po, gjatë këtyre 2 mandateve të plota, ka qenë një vizioni imi që në çdo prefektur gjithësisht qarkë shuhet këtu, të kemi nga një shtëpi të kulturës, pra shoqatat tona shqiptare në atë vendin ku veprojnë të kenë shtëpinë e vetë kulturës, deri më tani kemi arrit t'i blejmë 8 shtëpi të kulturës. Jam duke punu në drejtim që ta kemi edhe Institutin e Albanologjisë. Për herë të parë vitin e kaluar kemi arrit që ta kemi historinë shqiptare si lëndë mësimore në fakultetin e studimeve të Kroacisë. Njashtu kemi edhe aktivitete tjera që miremi si komunitet, e imja është që unë të jem zëri i tyre. Fati mirë është që ne shqiptarët nuk kemi raste sociale, duhet ta ceki këtë, por kemi biznese të ndryshme dhe gjatë kohës kur shoh që cenohen disa drejta të shqiptarëve, atëherë normal që veproj. Tjetra që ka shumë e rëndësi është që kemi një rini shumë të mirë dhe shumë të shëndosh, e cila është duke u shkolluar dhe mundohem që t'i mbështes në rrugtimin e tyre për ardhmërinë e tyre. Zonja Lekaj, përmendet disa të arriturat të cilët keni arritur dhe më tani t'i realizoni pikërisht si deputete, ndoshta për shkak se zëri deputetit është ai i cili ndëgjohet më së shumti dhe shumë ligje ndoshta miratohen edhe aty, rrjedhin ndoshta edhe nga aty. Mirë po, sa janë shqiptarët e Kroacisë të kënaqur me përfaqësimin e tyre dhe me të drejtat të cilët ju jepen? Keni kontakte ndoshta edhe më të shpeshta, që thonë ata? Po, jo vloj votuesve që ata ta vlerësojnë punën time, kontakte kam me gjithë shqiptarët cilët ka nevojë të kenë kontakt me mu, mirë po edhe unë kam nevojë të kem kontakt me ta dhe çdo herë jam në teren pa marrë parasysh a jam gjatë fushatës apo jo, domethënë për ditës së zgjedhjeve, ditën e nesërme kam fillu të them ashtu një lloj fushate duke shku në teren dhe duke komuniku me bashkëdhetarët tanë, duke pa se ku janë problemet, nëse ka probleme që së bashku t'i zgjedhim ato probleme cilat mund të zgjidhen, normal. Nëse dikun nuk është e mundshme, atëherë
të kërkojmë mënyra tjera të zgjedhjes së problemeve. Njashtu, pasi që jam edhe me profesion juriste, marr pjesë në komisionet për ndryshimin e ligjeve ku jap propozime ashtu si që shohë me sytë e mi problemet e shqiptarëve të cilët miren me bizneset të ndryshme dhe kanë nevojë që t'ju lehtësohen disa pjesë nëpërmjet ligjit. Janë të kënaqur me përfaqësimin e tyre? Qoftë në parlament, qoftë në institucione të ndryshme, edhe vendimmarrëse, mirë po... Drejta kushtetuese për pakica e Kroacisë na mundson neve si shqiptar dhe pakicave tjera, sepse në preambullën e kushtetutës kroate është edhe komuniteti shqiptar, ku kjo na mundson neve që të kemi drejt ta përdorim gjuhën tonë, mirë po duhet jem të koncentru me një vend mbi 5%. Ne shqiptarët jemi të shpërndarë në për qytete, në për vende të ndryshme, nuk e arrim 5%, mirë po në bazë të drejtës kushtetuese, kemi mësimin plotësues në gjuhën shqipe, ku mbahet në 18 shkolla fillore, kemi në mësimin plotësues në gjuhën shqipe në një shkollë të mesme në Zar, shpresoj se së shpejti do t'ja fillojmë edhe në Zagreb. Fakultetin filozofik të Zagrebit me ardhjen time e kemi si lëndë dhe me ashtu kursi mësimin e gjuhës shqipe. Zgjedhore janë, po gjitha këto. Ma herët thash që edhe historia shqiptarëve mësohet në fakultet. Tjetra është kur flasim për punësim, aty mund them që kemi edhe shumë të ri që janë mjek, ekonomist, jurist, cilët janë të punësuar, dhe mendoj që kjo është e mjaftueshme dhe janë mirë të përfaqësuar në për institucionet, jo vetëm shtetërore, por edhe në për institucionet lokale. O, për çfarë kanë nevojë më shumë ti aktualisht shqiptarët të cilët jetojnë në Kroaci, qoftë nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, por edhe nga Shqipëria? Shqiptarët më së shumë të miren me biznese të ndryshme. Në këtë moment më shumë ka nevojë për subvencione të ndryshme që mund t'ju ofron shteti për shkak të krizës energjetike që është duke u paraqit çdo ku në Evropë dhe në Kroaci. Të rinjtë tanë cilët janë duke i përfundu studimet atje në Kroaci, njëjtë kanë nevojë që edhe ata të futen në sistemin institucional, të punësohen në për institucione të ndryshme, dhe mendoj që kjo është ajo më e nevojshmja për ta për momentin. Më herët thash dhe çdo herë ceki që ne shqiptarët kemi një fat të mirë që nuk kemi popull që kemi nevojë për mirëqenie sociale. Kështu që jemi si një popull, një komunitet shumë punëtor jashtë vendit dhe kemi të arritura të mëdha në shoqërinë kroate. Kemi një status të mirë shoqëri. Po, përmendet krizën, me që e përmendet, pra krizën ekonomike dhe krizën energjetike, atëherë si përjetohet kjo krizë globale edhe tek bizneset shqiptare, mirë po edhe tek bizneset të tjera në Kroaci? Çfarë më konkretisht kërkon biznesi në këtë rast? Çfarë lloj ndihmesh? Për shembull, këtu ne kemi në kohë krize qeveria ka ofruar një paku prej 350 milionë euro në ndihmë të bizneseve të kategorive të tjera sociale. Mirë po me që thatë ju për fat të mirë atje nuk kemi ndoshta kështu kategori sociale siç kemi nevojë këtu në Maqedoni, mirë po qoftë edhe në Kosovë dhe Shqipëri, por vetëm subvencione për bizneset. Çfarë kërkojnë bizneset në këtë rast? Kërkojnë të lirohen nga pagesat e energjisë elektrike apo nga tatimet të tjera? Njëjtë dhe qeveria kroate e ka një pako për ndihmë, nuk e di sakt numrin, mirë po e di që bizneseve dhe kategorive sociale të qytetarëve të Kroacisë do t'ju ofrojnë ndihmë. Bizneseve tona ndihma më e madhe do t'ju jetë që do t'i ndërprejnë gjithësisht, do të mbajnë çmimin e energjisë energjetike ashtu si ka qenë, nuk do të ketë rritje për gaz, për energji elektrike dhe shpenzime tjera komunale cilat janë. Qeveria e ka sjellë një vendim që askush nuk mund t'i ngritë çmimet pa lejen e qeverisë, kështu që kjo është një lloj e ndihmës
që do t'ju jepet edhe bizneseve edhe kategorive tjera të qytetarëve, pa marrë parasysh tash cilit komunitet i takojnë. Tjetër është shumë e rëndësi, pasi që Kroacia është Bashkimin Evropian, njëjtë bën subvencionimin e bizneseve të ndryshme duke thith mjete nga Bashkimi Evropian dhe në shumë të në rasteve në kërkesë dhe në bisedë me bashkëdhetarët tonë që jetojnë atje, çdo herë i uzoj se si duhet bëjnë aplikimin me projekte të ndryshme që t'i marrin këto mjete financiare që ju ndihmon bizneseve të tyre, dhe mund them që një pjesë e madhe ka fillu të punon në drejtim dhe të edukohet dhe të bën kërkesa të tilla, aplikime të tilla, cilat 80% të rasteve janë të suksesshme. Më bëri shumë për shtypje përgjigja juaj që thatë se shteti kroat ka ndërmarrë atë që nuk ka rritje të çmimeve qoftë për energjinë elektrike, as për bizneset dhe as për kategoritë të tjera të qytetarëve. Përfshin kjo edhe bizneset e mëdha dhe bizneset e mesme? Po, gjitha kategoritë? Gjitha kategoritë i përfshin, kështu që për momentin... Rritje të çmimeve si është inflacioni? Inflacioni është rrit, shihet në jetën e përditshme, mirë po është një pjesë e kategorive të ushqimeve, si që është mielli, sheqeri, vaj e kështu me radhë, nuk kanë drejt që t'i ngrisin çmimet për shkak të pjesës sociale të qytetarëve, kështu që për momentin janë, si me thonë, e kanë bloku ngritjen e çmimeve dhe tani për tani qeveria ka marrë masat cilat janë në favor të qytetarëve. Shumë mirë, po a paraqiton probleme me lejet e punës për qytetarët të huaj, qoftë nga Ballkani, por edhe vendet e ndryshme? Në Kroaci, viteve të fundit është në rritje si për numri i qytetarëve të huaj që vinë dhe punësohen aty. Ne kemi shumë biznese, po tham tash, të bashkëdhetarëve tonë, të cilët marrin nga Macedonia Veriut apo Kosova apo Shqipëria, punëtor të përkohshëm. Normal që për qytetarët e Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë janë kategori tjetër, pasi që edhe kanë fillu negociatat me Bashkimin Evropian, është më lehtë marrja e lejes. Do të kanë interes teleshikuesit e cilët na shiqojnë. Po, ajo çka është e rëndësishme është nëse kërkohet leja punës një vjeçare, atëherë kjo duhet të shkon nëpërmjet entit për punësim në Kroaci, ku duhet punëdhënësit bën kërkesë që ka nevojë për punësim të një profesioni profili caktuar, duhet bëhet shpallja dhe mrena 5 ditëve nëse nuk paraqitet askush ose ndodh që paraqitet dikush, po është e drejtë e punëdhënësit që atë person mos ta pranon punë nëse menon që e ka dikon jashta, dhe atëherë bën aplikimin në polici për punësimin e X personit nga shteti Maqedonisë Veriore. Pastaj kemi punësimin 6 mujor dhe punësimin 3 mujor. Për punësimin 3 mujor dhe 6 mujor është më lehtë, sepse shkon nëpërmjet policisë, ka nevojë të bëhet shpallja që ka nevojë për punëtor, po për një vit. Dhe kështu që menoj që edhe punëdhënësve i është lehtësu, pasi shumica e tyre edhe kanë nevojë vetëm për punës që të marrin fuqi punëtore gjatë sezonit veror, se e dini se në përgjithësi shqiptarët pjesën bregditare frekventojnë më shumë dhe kanë biznese më të mëdha aty, dhe normal që kanë besim te bashkëvendasit dhe i sjellin bashkëvendasit të tyre të punojnë në Kroaci. Përmendet më herët se shoqatat shqiptare. Në fakt, më intereson atërsi është organizimi i shqiptarëve pikërisht nëpërmjet këtyre shoqatave. Kërkesat e tyre të cilët i kanë qoftë si biznese apo edhe si shqiptar për nevojat e tyre, i paraqesin të gjithë nëpërmjet shoqatave apo ekziston ndoshta edhe një link tjetër? Shoqatat shqiptare në shumë të rasteve mirën me kultivimin e kulturës, traditës dhe gjuhës shqiptare. Ekzistojnë shoqata për bizneset? Nuk ekzistojnë, ne kemi rrjetin e biznesit, po
Janë të përfshirë aty bizneset shqiptare tek rrjeti I biznesit? Janë të përfshira, por nuk ka funksionu sa duhet, mirë po I kemi njëjtë për shembull odën ekonomike për bizneset të mëdha, odën ekonomike për zejtari, ku një numër I shqiptarëve janë anëtarë të këtyre dy institucioneve dhe nëpërmjet tyre bëjnë kërkesat E tyre të barabartë me gjithë bizneset kroate. Domethënë, gjithë ata që mirën me biznese në Kroaci, pa marrë parasysh a janë shtetas kroat apo nuk janë barabartë me shtetasit kroat. Zonja Lekaj, më intereson sa është numri I shqiptarëve të cilët jetojnë pikërisht në Kroaci. Për shkak se me regjistrimin e vitit 2021 shihet se ky numër ka rënë ndjeshëm. Po, e saktë është kjo në vitin 2011 kemi pas regjistrimin e shqiptarëve ku kanë qenë mbi 17.000, se tani ka rënë 13.600 diçka. Mirë po duhet I shohim gjitha elementet dhe momentet kur ka ndodhë regjistrimi, ka qenë periudha e pas Covidit që ende s'ka qenë Do më thënë kanë qenë të mbyllur, apo? Tjetra është se kemi shumë bazë zhvendas shqiptarë të cilët janë shtetas kroat, po për çështje ekonomike kanë dalë në perëndim, kanë shkuar në Gjermani, në Austri. Ka lëvizje të tilla si? Po, ka lëvizje dhe është një numër I mjaftueshëm I qytetarëve që janë larguar nga Kroacia. Pastaj është edhe një lloj si negligjencë e shqiptarëve që s'ka nevojë të regjistrohen apo e lëjnë për ma vonë dhe ju kalon afër. Mendoni se këto janë arsyet bazë? Ato duhet të jenë arsyet bazë dhe kjo është arsyeja e rrëmjes së numrit, se në fakt bazë dhënave që I kam nga regjistri I votuesve dhe nga dhënat që I marr nga Ministria e Punëve të Brendshme, vetëm në Kroaci 3 vjet e fundit ka mbi 12.000 të punësum që kanë arë këto 3 vjet e fundit, sa pri Shqipërisë, sa pri Maqedonisë Veriore dhe sa pri Kosovës. Të flasim saktë në këtë moment për qytetarët e Maqedonisë Veriore. Unë e kam një dhënë që janë mbi 3.200 diçka shtetas Maqedonisë Veriore. Po, pa marrë parasysh tash nëse ndajmë për gjysmë numrin, një pjesë 1.500 do të na dalin vetëm shqiptar, edhe pse jam e bindur që është numri më I madh I shqiptarëve se sa I maqedonasve. Kështu që ata nuk janë të regjistruar. Ka më shumë shqiptar nga Maqedonia e Veriut apo maqedonas të cilët jetojnë në Kroaci? Më shumë ka shqiptar nga Maqedonia e Veriut se sa maqedonas. Në tërë Kroacin numri I maqedonasve është rreth 4.000, kurse kur e dojmë përgjys pjesën e numrit të qytetarëve të shqiptarëve, atëherë me siguri del gjysma nga Kosova, gjysma nga Maqedonia e Veriut, e me numër jemi më shumë se sa Maqedonas. Po, kur jemi këtu shumë shqiptar me origjinë nga Maqedonia e Veriut, sidomos nga pjesa e Pollogut jetojnë pikërisht në Kroaci. Zonja Lekaj, sa këta shqiptar janë integruar në shtetin kroat dhe cili është më konkretisht kontributi I tyre përveç bizneseve të cilët I përmend? Gjeneratat e vjetra, jo vetëm shqiptarëve të Maqedonisë Veriut, po edhe të Kosovës, nuk do t'i përmenit Shqipërisë se ata janë rreth 20 që janë shtetas kroat. Ne jemi me numër më të madh. Do të thënë gjenerata e babës tim, po edhe të vjetra, pak a shumë kanë ardhur për çështje ekonomike dhe kanë filluar të mirën me biznese. Po ajo që është e mirë përparësi është që fëmijët e tyre janë duke u shkollu. Dhe ndoshta prindërit tonë nuk janë integruar sa duhet në shoqëri, por ne si gjenerata të reja që kemi ardhur aty, ne jemi integruar në shoqërinë kroate dhe me plot krenari mund të them që nga Maqedonia Veriut, vetëm në spitalet e Zagrebit kemi mas paku 8 mjek, ndoshta ka edhe më shumë. Kjo është numri minimum që une muj me cek me emra. Pastaj kemi ekonomista, kemi jurista, kemi profesionet ndryshme, kemi numër të studentëve që janë suksesshëm. Kështu që janë duke bërë një integrim ndoshta jo të shpejt, mirë po të kadalshëm janë duke u futur në shoqërinë kroate.
Mirë, kur flasim për rinin, atëherë ata janë më të shpejt sepse janë pjesë e shoqërisë kroate. Ka edhe studentë të cilët vinë vetëm për studime në Kroaci apo? Po, ka edhe studentë të cilët vinë në studime në Kroaci, është duke u kthy ajo trendi i studimeve që ka qenë para luftës në Kroaci, pra kur ka qenë ish Jugosllavia, dhe tani kanë fillu prind të sjellin prap fëmijët në studime në Kroaci dhe kjo më gëzon, sepse prap jemi duke u bën një Shqipëri e vogël në Kroaci. Zonja Lekaj, si komentoni marrëdhëniet mes Parlamentit të Maqedonisë së Veriut dhe Parlamentit kroat, me që jeni deputete në këtë rast? Sa i përket marrëdhënieve mes këtyre dy parlamenteve, marrëdhëniet janë shumë të mira në aspektin politik, mirë po edhe në aspekte tjera. Parlamenti i Kroacisë është i gatshëm që t'i nimon Parlamentit të Maqedonisë dhe në shumë të në rasteve dhe i nimon. Do me thonë, çdo ligj apo çdo vendim mund ta kërkojnë nga Parlamenti i Kroacisë që ta kenë si shembull këtu në Parlamentin e Maqedonisë. Dhe në shumë të në rasteve shumë deputet dhe ekspert të ligjeve vinë në Parlamentin e Kroacisë dhe i kërkojnë përvojat e Parlamentit të Kroacisë. Tani më që Maqedonia e Veriut ka filluar vetëm negociatat, kanë arritur këto marrëdhënie dypalëshe, pikërisht në këto momente kërkohet ndihmë nga Shteti kroat? Kroacia ka ofruar ndihmë dhe është duke i dhënë ndihmë Maqedonisë, ato e di saktë. Gjatë vizitës në Maqedoni isha në takim edhe me ambasadorin e Kroacisë dhe biseduam për diplomacinë e Maqedonisë, ku më tregoi që një ndër diplomatët më të njohur, Drobnjak, vjen 2 herë në muaj dhe jep trajnime të ndryshme të diplomacisë kroate. Njështu në shumë projekte si junior partner e kanë futur edhe Maqedoninë për thithjen e mjeteve financiare. Pastaj për ndryshimet e ligjeve ka shumë ekspert nga Ministria e Drejtësisë që vinë këtu dhe bashkëpunojnë me Ministrinë e Drejtësisë Maqedonisë. Kështu që Kroacia çdo herë shkon me atë moton, aty ku kemi gabuar ne, mos zgaboni ju. Ne dhe diku e kemi trasu rrugën dhe do të ishte më mirë që ti te kaloni ato pengesa që ne i kemi pas. Po, përmende edhe shumë shembuj mirë, po në këtë rast ju si deputete e Shtetit kroat, me që Kroacia tani më është anëtare e Bashkimit Evropian, çfarë do ju sugjeroni kolegëve tuaj, deputet këtu në Maqedoninë e Veriut, që sa më shpejt t'i përshpejtojnë negociatat në Bashkimin Evropian dhe të jenë në fakt të jenë sa më afër negociatave dhe të jenë sa më afër kësaj familje europiane? Sakt është që duhet të dim cilat kapituj janë më të ndihshëm, pra po kthehem drejtësi se aty janë korrupsioni, janë kapituj të cilat... Pikërisht edhe këto kapituj janë edhe më problematike që janë, kështu që duhet të jenë në rrugtimin e tyre të qëndrueshëm, dhe të shkojnë dhe në fund t'i marrin disa shembuj nga Kroacia si e kanë luftu korrupsionin e këto gjëra, sepse në këtë moment janë gjërat më aktuale që kërkohen nga shtetet që janë në negociata. Pra po thamë që Parlamenti i Kroacisë dhe unë si deputete jam në dispozicion që të bëjmë kontakte dhe t'i udhëzojmë në cilin drejtim duhet shkojnë që mos të vinë te ato pengesa apo te ato gabimet cilat Kroacia i ka pas gjatë rrugtimit të saj. Dhe kjo varet sakt prej shtetit Maqedonisë Veriore se me çfarë hapa do të shkon në drejtim. Po, zonja Lekaj përmendet këtu edhe pikërisht për kapituj të cilët do ta ketë më vështirë Maqedonia e Veriut, përmendet shumë mirë, po edhe këtu le shumë për të dëshiruar kjo çështje, pikërisht luftimi kundër korrupsionit dhe sundimi i ligjit dhe të drejtës. Mirë po, Maqedonia e Veriut e dini shumë mirë se ballafaqohet edhe me një problem tjetër,
Tani me që është procesi i screeningut, duhet që më pas në vitin 2023 të përmbush edhe një kapitull tjetër përfshirjen e bullgarëve në kushtetut. Këtu, do me thënë, hinë edhe pakicat të tjera. Çfarë ju do i sugjeroni deputetëve? Po, unë si deputete në Kroaci do i sugjeroja, edhe pse dje me deputetin zotëri Arbër Demaj patëm një bisedë miqësore, them, ku biseduam edhe për këtë pjesë, përveç bullgarëve do t'ishte mirë që edhe kroatët jenë pjesë e shoqërisë, dhe kjo do t'a pasuron edhe ma shumë shoqërinë maqedonase këtu në Kroaci, edhe pse s'kom pas rast këtu t'i takoj shoqatën e kroatëve të cilët jetojnë dhe veprojnë. Ka insistim nga parlamenti kroat që kroatët e jenë pjesë e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut? Kur do vinë do ketë probleme në këtë drejtime që do hapet kushtetuta, bullgarët dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj kustetute, do ketë insistime edhe nga Jo, nuk ka insistime, por ka propozime. Do me thënë Kroacia gjatë gjitha takimeve që i kemi pas me palën maqedonase ka qenë një lloj propozimi. Do t'ishte mirë që të futet në preambulën e kushtetutës edhe populli kroat. Asnjëherë nuk e kam dëgjuar asnjë deputet që ka thënë duhet patjetër se ne do t'ju bëjmë juve probleme. Çdo herë ka qenë ne do t'ju përkrahim juve dhe Shqipërinë. Përkrahjen e Kroacisë kanë të dy shtetet, kjo nuk është diçka kruciale që mund t'ju bëjnë probleme maqedonësve. Mirë po, edhe unë pe thamë publikisht, do t'ishte mirë që edhe komuniteti kroat këtu të përfshihet. Po, me që jemi këtu tek përfshirja e bullgarëve dhe kroatëve në ndryshimet kushtetuese, e dim shumë mirë se këtu në Maqedoninë e Veriut kemi parti të cilët refuzojnë përfshirjen e bullgarëve pikërisht në kushtetut. Është partia opozitare Vëmërodë Bumane dhe partia e Majta. Atëherë, çfarë mesazhi ju do i jepni këtyre partive për të mos e penguar përfshirjen e etnive të tjera të cilët jetojnë në Maqedoninë e Veriut në kushtetutën e kësaj? Mesazhi im është që çdo herë duhet të kenë kompromis për një ardhmë sa më të mirë. Pra, në momentin e duhur, duhet që edhe opozita dhe opozita të kenë një qëndrim përbashkët. Unë e kom lakmi shtetin kroat, parlamentin kroat, se në momentet historike ku kanë qenë interesat më të mëdha të popullit kroat dhe shtetit kroat, edhe pozita dhe opozita kanë pas një qëndrim të përbashkët. Dhe ky do t'ishte mesazhi im që duhet keni kompromis dhe një qëndrim të përbashkët. Keni kontakte në këtë drejtim për shkak se në qoftë se opozita drejt për së drejti e merr një mesazh të tillë, ndoshta edhe nga deputetët kroatë të cilët do insistojnë më së shumti ose ndoshta opozita nuk mund t'i thotë jo deputetëve kroatë ose kryeministrit kroat në këtë rast që s'ka se si kroatët të mos jenë pjesë e kësaj kushtetute dhe ndoshta më lehtë do kenë edhe të pranueshme përfshirjen edhe të tjerëve në këtë. Gjatë bisedimeve me deputetët në Maqedoni edhe të pozitës edhe të opozitës, se isha edhe me njënë me tjetër më palë, njërë kam pritë për pozitën e di që ishin pëlqimit, me opozitën nuk e kemi shqyrtu sa duhet them ashtu këtë temë, mirë po thamë prapë këthejmë nga jo pjesë, sepse se Kroacia ka dhënë propozime dhe une si pjesë e parlamentit kroat jap një propozim tillë dhe shpresoj që do ta pranojnë. Zonja Lekaj, atëherë si janë bashkëpunimet me institucionet të tjera këtu në Maqedoninë e Veriut, përveç përmendëm edhe parlamentin, me universitetet, mirë po edhe me institucionet tjera kulturore, çfarë bashkëpunimi keni? Unë si deputete jam në drejtim që, dhe jam duke punu në drejtim që universitetet kenë me zveti raporte dhe marrëdhënie bashkëpunuese me shkëmbimin e studentëve, profesorëve e kështu me radhë. Një ditë isha edhe në Universitetin e Tetovës, ku biseduam edhe me dekanin e fakultetit dhe besoj që së shpejti do t'i lidhi njëjt me Universitetin e Zagrebit apo të Rijekës, pa marrë parasysh, që të kenë një bashkëpunim të mirë fillt me zveti.
Dhe mendoj që kjo është një ide shumë e mirë sepse do të vinë edhe student nga Maqedonia dhe student nga Kroacia në Maqedoni, ku do të mësojnë metodat e ndryshme të mësimit. Gjithsesi sa kuptova unë në Universitetin e Tetovës, shumica e literaturës ishte edhe në gjuhën kroate që përdoret. Po, mirë po me institucionet tjera, qofte dhe ata kulturore, në këtë rast ka bashkëpunime? Ka bashkëpunim, është shoqata kroatëve, janë shoqatat maqedonëse, bëhet lidhja e qyteteve të ndryshme mbi njaksimi i qyteteve, kështu që sa e di une kemi qytetin Nashqice me Ohër dhe disa qytete tjera ata s'po më kujtohen për momentin. Mirë po ka dhe shoqatat ndryshme nga Kroacia cilat vinë e vizitojnë Maqedoninë e Veriut. Zonja Lekaj, nga 1 janari viti 2023 do të tërhiqet valuta kroate kuna dhe do të hynë në përdorim euroja. Sa kjo ka për të ndikuar në jetën e qytetarëve të Kroacisë? Është diskutuar kjo, ka vërejtje në këtë drejtim? Cilat janë pritshmëritë e qytetarëve në këtë rast? Por edhe të shtetit kroat? Po, është diskutu dhe është diskutu shumë, sepse këto që folëm më herët për inflacionin, nuk është vetëm për shkak krizës luftës në Ukrainë, çka po ta di unë, po është njëjtë edhe pjesë e kësaj që janë ngritë çmimet për shkak të ndrimit të valutës, edhe pse në shoqëri, në media të ndryshme flitet se tek atëherë qytetarët kroatë do ta shohin se sa janë të varfër, po atëherë do ta ndjejnë këtë varfërinë, sepse pagat e para me 1 janar do të vinë me euro dhe atëherë do ta shohin se sa pak kemi pas vlerësimin e kunës. Mirë po mendoj që mrena disa mujve do të vjen deri te një balancë mes kësaj dhe do të vazhdojnë qytetarët jetojnë jetën normale, pasi që këtë sezon edhe kemi pas një sezon të mirë verore, sepse 70% e bizneseve dhe ekonomisë kroate varet edhe nga sezoni veror, dhe mendoj që kjo pjesë do t'i ndihmon që të bëhet një balancë edhe pse do ta kuptojmë se kemi pagat e vogla. Po, zonja Lekaj, në kohë krize globale, ekonomike dhe energjetike, por edhe lufta në Ukrainë, sa ka ndikuar kjo në marrëdhëniet ndëretnike në mes qytetarëve të Kroacisë, flas pra në mes të etnive të ndryshme? Në Kroaci kjo pjesë nuk është ndih shumë. Ndoshta në vende ka ashtu pak carime, ajo pjesa Vukovarit, mesëve dhe kroatëve, mirë po qeveria kroate me të vërtet punon në drejtim që tensionet të binë, duke e majtë një balancë mes qytetarëve atje, kurse me etni tjera nuk ka probleme, se me të vërtet kushtetuta kroate dhe ligji kroat është sa i përket kësaj pjese është në rregull, pra gjithë janë barabartë para ligjit. Njëjtë Kroacia ka pranuar një numër rreth 36.000 refugjat nga Ukraina. Pikërisht edhe këtu desha të ndalem kur jemi tek refugjatët, atëherë çfarë të drejtash kanë? U mundson shteti kroat të drejtën e punësimit, shkollimit? Po, shteti kroat u ka lecuar të drejtën e punësimit si shtetas të huaj. Do me thonë në të barabartë me shtetasit kroat gjatë punësimit. Njashtu marrin një pjesë, nuk e di sa kuna i kanë mujt që i marrin si ndihmë sociale dhe janë strehu në për hotele apo shkolla të ndryshme cilat nuk janë përdorim, mirë po janë gjenje të mirë, funksionojnë mirë. Në përgjithësi janë mirë pritë nga ana e kroatëve, pjesa e ukrainësve që janë refugjat në Kroaci. Mirë po, qëndrimet në këtë rast ndaj shtetit rus, sankcionet të cilët janë marrë parasysh se tani më thuaj se jo vetëm vendet e Bashkimit Evropian, por edhe vendet e Ballkanit Perëndimor në këtë rast kanë ndërmarrë sanksione. Në këtë rast, si qëndron Kroacia në këtë drejtim? Kroacia është pjesë e Bashkimit Evropian dhe çdo vendim që miratohet në Bruksel. Dhe normal që edhe Kroacia si pjesë e Bashkimit Evropian duhet t'i mbaj ato qëndrime që vinë nga Brukseli, po
Kemi nga ana e shtetit sërb, kemi çdo herë, unë i thëmë ashtu teatr, tash për tash, ma vonë nuk e di si do t'jetë. Mirë po, Kroacia ka një qëndrim të prehtë dhe e mana qëndrim, kurse nga Bosna dhe Hercegovina nuk shohim kur fa riziku, sepse raportet janë rregull dhe kanë problemet e tyre, kështu që nuk ka aty ndonjë qëndrim që mund të tjetë labil për shtetin kroat. Mirë po, si paraqitet skena politike në Kroaci? A mund të thuhet se ka euroskepticizëm? Shihni euroskepticizëm në këtë drejtim duke marrë parasysh të gjitha rrethanat edhe në Europë dhe në Ballkan, mirë po edhe ato globale? Është një pjesë e qytetarëve cilët janë skeptik dhe çdo gjë e shohin atë pjesën negative. Nga cilat qarqe vijnë i euroskepticizëm? Për momentin e kemi pozitën edhe opozitën. Do me thënë, tani e kemi në pushtet të djastën, kurse në opozitë kemi të majtën. Edhe euroskepticizmi vjen nga ana e të majtës. Nuk e di si do t'ishte po t'ishte ana sjelltas. Sepse këto e shoh si një lojë politike për fitimin e poenave për zgjedhjet e ardhshme e kështu me radhë, që duhet dikun të fillojnë me tema që janë të ndihshme ndaj qytetarëve, që qytetarët që zgjedhjeve të kenë parasysh që këta kanë luftu për një drejtë të tyre, që ajo drejtë është që të shkëputen nga Bashkimi Evropian. Dhe si mund ta vlerësoni atë këtë skemë politike në Kroaci? Si funksionon më mirë parlamenti dhe qeveria kroate në këtë drejtim? Jo vetëm në këtë drejtim, por në përgjithësi. Po, për momentin opozita nuk e ka një peshë të madhe, sepse ka një përçamje mes partisë kryesore. Do me thënë, pozita nuk e ka një konkurencë nga opozita, pasi që partia kryesore e opozitës është përqa, dhe sa i përket qeverisë kroate qëndron mirë, sepse edhe ka mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe prap kthehem te ajo që shumë ka subvencione të ndryshme që i thith Kroacia nga Bashkimi Evropian, ku dhe ju jep mundësi qytetarëve për një jetë pak më të mirë. Dhe para fundit, për shkak se jemi në minutat e fundit të kësaj interviste, sa vlerësohen shqiptarët në Kroaci? Shqiptarët në Kroaci me etapa të ndryshme, themi, kanë qenë të paragjykuar nga shoqëria kroate, kanë qenë një tabu temë, mirë po me kohë edhe shoqëria kroate, mirë edhe ne shqiptarët, kemi kuptuar se ata shumë pak e kanë njoft kulturën tonë. Për shembull, unë personalisht gjatë bisedave me kolegët e mi, shoh që ata nuk dinë për asnjë shkrimtar shqiptar, nuk dinë që ne kemi artistë të ndryshëm, që ne kemi këngëtar të ndryshëm. Do me thënë, ata janë duke mësu historinë, kulturën tonë, me traditën tonë, sepse ata janë mësu me ato gojdhanat gjatë ish Jugosllavisë dhe me ato paragjykimet që i kanë bë. Po fati mirë është që gjitha këto janë duke u thy dhe jemi tu integruar në shoqëri, por ekziston rreziku që ky integrimi jonë neve të na rrezikon që mos të asimilohemi. Pra, gjitha këto shoqata që i kemi, këto këshille që i kemi dhe njerëz që janë eminent në Kroaci, duhet punojnë në drejtim që fëmijët tanë gjatë integrimin në shoqëritë kroate mos të asimilohen. Dhe krejtësisht për fund, çfarë mesazhi do u jepje shqiptarëve të cilët jetojnë në Maqedoni, nga trevas shqiptare, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni e Veriut, por edhe gjithë qytetarëve, edhe ata të cilët jetojnë këtu, por edhe ata të cilët jetojnë tani më. Mesazhi im është që ne të gjithë jemi shqiptarë pa marrë parasysh nga cila tre vinë, dhe kur jemi jashtë shtetit tonë, siç është Kroacia, Zvicra, Austria, duhet të thirremi me emër shqiptar e jo me emër kosovar apo maqedonas apo çka po ta di unë. Pra, mesazhi im është të jemi dhe të mbesim shqiptar kudo që jemi. Zonja Lekaj, faleminderit për kohën që ndat në mes gjithë këtyre vizitave të cilat ke pas gjatë qëndrimit tuaj në Maqedoninë e Veriut, gjetët kohë për të qenë pjesë e kësaj interviste në Klan Maqedoni. Faleminderit edhe juve për ftesën që më bërët, ju dëshiroj suksese.
Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte pra kjo intervista me deputetën në Parlamentin Kroat, zonjën Ermina Përlaskaj Lekaj. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.